Kalaja Rozafa u kthye në epiqendrën e muzikës dhe artit duke mirëpritur natën e dytë të festivalit Zafest, që vjen në edicionin e tij jubilej të 10. Në atmosferën unike të monumentit simbol të Shkodrës, publiku përjetoi një mbrëmje të mbushur me emocione, interpretime live dhe një program artistik që ndërthuri muzikën bashkëkohore me trashëgimin kulturore. Ideatori i festivalit Vla Shensata thot se Zafest synon të jetë shumë më tepër se sa një festival muzikor. Ai është një hapësirë takimi ku arti, kultura dhe komuniteti bashkohet për të krijuar një përvojë unike. Ajo që tenton me dhënë është me i bëj njerëzit bashkë. Është me shku te vlera, është me shku bashkë njëri tjetrit, është me nda gjërat bashkë, gjërat e bukura bashkë, me i ndërtu bashkë, me dhënë kurajo bashkë, me i dhënë jetë, me i dhënë frym. Faktikisht e vetmja gjë që Zafestin e dallon në tërësi është shpirti që ka. Edhe ai shpirt njihet, edhe njerëzit e kanë përqafu edhe njihen pjesë e tij duke pas këtë lloj boshti. E di ç'është, thethi është ku ka lind, është si ajo filiza që nuk ndahet kur, ka me qenë si ato orët edhe ato zanat që ti gjithmonë i ken mend edhe kur nuk i shef, edhe janë të rëndësishme për ty. Pastaj Kalaja ka këtë madhështinë e vet, ka faktin që është sipër çdo gjëje, qëndron pak gati afër qejve edhe na jep këtë mbrojtjen edhe madhështinë të njëjtën kohë, që çdo gjë e bukur është e thjeshtë, edhe çdo gjë e thjeshtë është shumë e bukur. Të jetojnë një eksperiencë, jo thjesht një koncert. Koncerte ka sa dush, kudo, në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, dhe fal Zotit ne sot e kemi mundësinë për një kënaqësi personale me shku kudo, po ideja është me pas një gjë që të frymëzon, të bën një eksperiencë, ti e merr me vete kudo, të rrit, të e man në mendje, jo thjesht si një muzikë, një këngëtar, po një gjendje. Edhe moderatorja festivalit Dojna Mema vlerëson atmosferën që e karakterizon këtë aktivitet. Është kënaqësi e veçantë që t'jemi në Kalajan e Rozafës, pasi Vla Shenti ka një lidhje të veçantë me Shkodrën, është shtëpia e tij, pavarësisht se është rritur, ka jetuar në Tiranë, pastaj në Paris, atij nuk i ndahet zemra nga Shkodra dhe ngrohtësinë që ndjejmë në Shkodër kam përshtypjen nuk e ndjejmë në asnjë vend tjetër. 10 vite Zafest, 10 vite emocione, njerëz që ke qef ti shohësh sepse janë rritur bashkë me ne, shohim çifte të cilët janë njohur në edicionet e para të Zafestit, tashmë vinë me fëmijët e tyre. Një nga gjërat që më prek më tepër është kur ngjitem për të ardhur në Kalasho, familje me karroca, me fëmijë të vegjël, që më prek pafund dhe ideja që këta fëmijë do vazhdojnë të rriten me edicionet e Zafestit vit pas viti. Në natën e dytë erdhën të veçanta interpretimet e artistëve Shpat Deda dhe grupit francez Nouvelle Vogue, të cilët sollën në sken repertorin e tyre, të mirëpritur me duar trokitje nga publiku. Festivali Zafest do të mbyllet me natën e tretë me të tjerë emra të ftuar, ndërsa ky organizim po konsolidohet si një prej ngjarjeve më të rëndësishme artistike të verës, duke promovuar Shkodrën si një destinacion të kulturës, muzikës dhe turizmit.